valetit. Duhet tekstuar se numri njerëzve që ishën interesuar të marrin pjesë në këtë manifestim që disa fish më i madh se sa zente salla e teatrit kombëtar, prandaj dhe lumenj njerëzish në këmbë, udhëtonin për të nderuar komandantin legjendar Ademin dhe familjen Jasharaj për tërë të bamat për Kosovën. Kishën ardhur këtu poetë si Ali Podrinja për të përsëritur edhe një herë se askush nuk ka as trumba sa për të vrarë një kombë të tërë. Porositë e tyre artistike në këtë natë të përndritjes i dhanë edhe poetë të tjerë si Ramadan Sinani, Adem Gashi, aktorë si Adi Shehu, ansamble këngësh e valle shqipe, njerëz të femës, por edhe njerëz të pushtë. Manifestimi në Prekaz duke si një dasëm e madhe, me mira dasmo. Dhe ashtu, pa asnjë paranajmërim, erdhën në BIM, edhe Nusja, edhe Dhëndri, edhe Krushi. Pikërisht në këtë natë u martua djali i Rifat Jasharit, Murati, mbase më i dashuri ndër niprit e komandantit legjendar Adem Jasharit. Kishte ardhur ai bashkë me Nusen, që t'u thotë nderuesve të Axhës dhe të familjes së tij 2-3 fjalë në natën kur bëhej dhëndër. Ju faleminderit shumë për ardhjen e juaj në këtë përvjetar. Duke pasur parasysh betejën e para 2 vitesh, unë dhe nusja ime vendosëm se pikërisht në këtë datë, me 7 mars, që ta dajmë gëzimin me ju, që ta dajmë gëzimin me varresat të cilat ndohen pranesh, duke pasur parasysh se ata luftuan dhe ranë duke kënduar. Dhe disa mira njerëz, pranë zjarreve të nderimit, do të ndëgjojnë një program të jashtëzakonshëm artistik, pikërisht në afërsi të varreve të Jasharajve, kurse në kullat në rilindje do të hedhet ajo vallja e rënd top, do të këndohet edhe ndonjë këngë, do të zbrazen fishek. Me gjithë këtë, në natën e përndritjes, kryefamiljari Rifat Jashari do të kthehet sërish në BIM, sa për t'i thënë 2-3 fjalë me insistimin e mira njerëzve. Ju përshëndes të gjithë dhe përzemërsisht, inshallah gjithmonë kështu jemi të bashkuar edhe të dashur me njëri tjetrin. Ju faleminderit. Ai po në këtë BIM do të pranoj edhe një kupë të shahizve të Kosovës, që tani e tutje do të quhet Kupa e Adem Jasharit. Në këtë mënyrë, me zjarre, me këngë e valle deri në agim, u nderua në Prekaz e në Drenis, 2 vjetori i krijimit të familjes Jasharaj për lirinë e Kosovës. Ishte kjo natë që do të shënojë njëkohësisht edhe rinisjen e dasmave të bukura në mbar Kosovën. Vërtet emocionuese, por dhe njëkohësisht